Ahmet Zogu. Ahmet Zogu ishte një nga figurat më të rëndësishme të historisë moderne shqiptare. Ai hyri në politikë në moshë të re dhe u bë ministri i brendshëm në qeverinë e Ismail Qemalit. Më vonë u emërua kryeministër dhe në vitin 1925 u shpall president. Në vitin 1928 u vetë shpall mbreti i shqiptarëve me titullin Zogu i parë. Në aspektin pozitiv, Zogu stabilizoi një vend të rënuar nga luftrat dhe anarkia. Ai krijoi një administratë qendrore, forcoi rendin dhe nisi reformat për ndërtimin e një shteti modern. Themelohet banka kombëtare, krijohet një sistem gjyqësor dhe kod civil, dhe shteti mori tiparet e një monarkie. Ai u përpoq të konsolidojë autoritetin e shtetit dhe të kufizoi fuqinë e bejlerëve dhe klaneve rajonale. Zogu pati mbështetje nga Italia në ndërtimin e infrastrukturës dhe forcimin e institucioneve. Ndërtoi rrugë, shkolla dhe solli një farë zhvillimi ekonomik në disa zona. Ai gjithashtu treguai aftë të ruante pavarësinë formale të Shqipërisë në një kontekst të ndërlikuar ndërkombëtar. Por Zogu është kritikuar ashpër për qeverisjen e tij autoritare. Ai shtypi opozitën politike, mbylli shtypin kritik dhe krijoi një regjim personal. Pas grushtit të shtetit në 1924 dhe rikthimit me ndihmën e Jugosllavisë, ai eliminoi kundërshtarët politik dhe vendosi një sistem që e përqendronte pushtetin në duart e tij. Lidhjet e tij me Italinë u forcuan, veçanërisht pas 1936-s, kur ekonomia shqiptare u bë gjithnjë më e varur nga kredia dhe ndihma italiane. Kritikohet për mungesë vizioni afatgjatë dhe për faktin që lejoi depërtimin italian në ekonomi, arsim dhe ushtri. Në prill 1939, kur Italia fashiste pushtoi Shqipërinë, Zogu organizoi një rezistencë të armatosur dhe u largua jashtë vendit me familjen dhe thesarin e shtetit. Për disa, ai ishte një figurë moderne që krijoi themelet e shtetit shqiptar. Për të tjerë, një autokrat që dështoi të mbrojë sovranitetin kombëtar. Karakteri i tij, përshkruesi i ftoftë, i disiplinuar dhe shumë i kujdesshëm në ruajtjen e pushtetit. Në mërgim, nuk arriti të organizojë ndonjë lëvizje të fortë për çlirimin e Shqipërisë. Vdiq në 1961 në Paris, larg vendit që drejtoi për më shumë se një dekadë. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Historia është plot me heronj dhe anti-heronj që sfidojnë kufijtë e së mirës dhe së keqes. Në fund, kush fiton për ju? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni subscribe për më shumë histori që sfidojnë mendimin klasik. Shihemi në videon e radhës.